Rrëmbimi i Zelenskit nga Europa i ngjan shumë rrëmbimit që u bë Hashim Thachit në kohën kur po shkonte të firmoste një marrëveshje paqe me Serbinë në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2020, por megjithse u rrëmbyen nga atë njëjtit rrëmbyes, Zelenski dhe Hashim Thaçi nuk ngjajnë fare me njëri tjetrin. I pari është duke humbur luftën me gjithë mbështetjen e gjithë botës, kurse i dyti e fitoi luftën megjithse nuk ishte mbështetjen e gjithë botës. Edhe si karaktere ata të dy nuk ngjajnë fare. Zelenski ka qenë një komedian i shpifur që kërcente në haremet e Rusisë, kurse Hashim Thaçi ishte një luftëtar që doli në mal me armë dhe drejtoi një lëvizje çlirimtare derisa e shpalli vendin e vet të pavarur, pikërisht sepse nuk ngjajnë fare si karaktere. Njëri është në burg pasi fitoi, kurse tjetri është i lirë dhe vazhdon të kërcejë edhe pse po humb. Por përveç ndryshimeve karakteriale dhe politike të dy presidentëve, aty të Kosovës dhe të Ukrainës, pak a shumë gjithçka tjetër është një lloj dhe japsa. Të dy u rrëmbyen nga Europa kur ishin gati të firmosnin një marrëveshje paqeje në zyrën e Donald Trump. Në vitin 2020 Hashim Thaçi u pengua të shkonte në Amerikë dhe jo rastësisht Jack Smith. Njeriu që ka dashur të dënojë me burg Donald Trumpin ishte prokurori që ngriti akuzën, ndërkohë që Hashim Thaçi ishte në Vjenë duke pritur avionin që do ta çonte në Washington. Por sigurisht Jack Smithi nuk ishte vetëm, pas tij ishin europianët, gjermanët, francezët, hollandezët, të cilët e burgosën Hashim Thachin sepse menduan se ai po i bënte një favor Donald Trumpit, duke i dhuruar një marrëveshje paqe me Serbisë dhe Kosovës në prag të zgjedhjeve presidenciale në Amerikë. Hashim Thaçi u akuzua më 26 tetor 2020 në kulmin e fushatës presidenciale në Amerikë dhe u arrestua në 5 nëntor, 2 ditë pasi Joe Biden ishte fituar zgjedhjet kundër Donald Trumpit. Pra në fillim e penguan të bëhej bashkëpunëtori Donald Trump dhe pastaj e ndëshkuan si bashkëpunëtor të tij. Duke parë çfarë ndodhi këto ditë, është edhe më e qartë se Zelenski u rrëmbye me dëshirën e vet nga europianët, të cilët e bindën të mos nënshkruante dhe të përdorte çdo truk për të sabotuar marrëveshjen e negociuar nga Trump, çka i e bëri me sukses. Por me që Zelenski dhe Hashim Thaçi nuk kanë të njëjtin plan, sepse njëri do ta vazhdojë luftën dhe tjetri do ta mbylli pari, shkoi në zyrën ovale dhe shkatroi marrëveshjen për të cilën kishte rënë dakord, kurse i dyti është sot në burg sepse do ta nënshkruante marrëveshjen për të cilën kishte rënë dakord. Sikur Hashim Thachit kishte dëgjuar europianët, sot me siguri do ishte i lirë si Zelenski. Çështja është se të dyja këto raste që ngjajnë si dy pika ujë. Europa ka kërkuar me çdo kusht vazhdimin e konfliktit si në Ukrainë, po ashtu edhe në Kosovë. Për shkakun e tyre Ukraina vazhdon, ndërsa Kosova mund të shpërthejë nëse i lihet në dorë një grup i luftënxitësish, të cilët po bërtasin gjithë ditën se Rusia kërkon të pushtojë, ndërkohë që kjo as nuk duket në horizont dhe as ka ndonjë shans të ndodhë. Paniku qesharak i europianëve bëhet edhe më mizor kur propozojnë një plan me 4 pika për mbylljen e luftës në Ukrainë, një plan të cilit i mungon pika e parë, negociatat me palën tjetër me Rusinë. Kjo është e jashtëzakonshme. Një plan si ky nuk është parë as në filmat e komunizmit shqiptar, kur armiqtë huaj mundeshin çdo ditë pa shkrepur asnjë armë, jo sepse armiqtë ishin të dobët, por sepse ata nuk e kishin fare në plan të sulmonin Shqipërinë siç edhe u provua. Komunistët shqiptarë përdorën frikën nga pushtimi perëndimor për të na nënshtruar për 50 vjet. Sot europianët po bëjnë të njëjtën, duke u futur në psikozën e Enver Hoxhës që ndërtoi bunker për të mbrojtur nga një armik që nuk erdhi asnjëherë. Nuk është për të qeshur, por sot shteti gjerman po i inkurajon prodhimin e bunkerëve të gatshëm, të cilët njerëzit po i fusin në oborret e shtëpive me bindjen se rusët do t'i sulmojnë nesër. Nxitimi i tyre përveç se rrit çmimin e bunkerëve shton njëkohësisht edhe taksat, ndërkohë askush nuk e shpjegon sepse rusët do pushtojnë Europën. Kryeministri polak tha para 2 ditësh se 140 milion rus po bëhen gati të pushtojnë 500 milion europian. Vetëm kjo fjali mjafton për të kuptuar se sa qesharake është e gjitha. 140 milion banor të një vendi relativisht të varfër si Rusia, që ka humbur qindra mijëra ushtar që detyrohet marrë ushtar borxh në Korenë e Veriut, një shtet i lodhur për shkak të sanksioneve raskapitësa, mbylljes hermetike e largimit të bankave dhe kompanive perëndimore, sekuestrimit aseteve një shtet me një buxhet më të vogël se Italia. Jo vetëm nuk ka arsye, por nuk kanë as fuqi të pushtojnë me radhë Gjermaninë, Francën dhe pastaj Anglinë. Edhe nëse gjitha këto pushtime i mbaron deri të premten, ushtarët e skuqur rus mendohet se mund ta kalojnë weekendin në Spanjë edhe në Portugali. Në fund të fundit, pse do ta pushtonte Rusia Europën? Këtë nuk e thot askush. Askush nuk thot kush është arsyeja që Rusia do të shmendej dhe do pushtonte gjithë këto vende rresht njëra pas tjetrës, sikur të ishin fshatrat boshatisur në Siberi. Akoma më keq askush nuk e thot se kjo është plotësisht e pamundur. 140 milion njerëz nuk pushtojnë dot 500 milion. Jo vetëm sepse numerikisht kjo nuk mund të ndodhë, por edhe sepse në këtë moment Rusia do ishte e vdekur pasi gjithë bota përfshi edhe Amerikën, Japoninë,
Indin, Turqinë dhe Arabin do bëhej me Europën. Kjo do ishte një luftë mes Rusisë dhe botës, në cilën përfundimi dihet. Çështja është se lufta në Ukrainë ka mbetur bunkeri i fundit i liderëve europian, të cilët janë futur aty për të mbrojtur nga popujt e tyre, për të mbrojtur nga papunësia, pabarazia, inflacioni, emigracioni, çmimet e larta dhe rënja ekonomike. Ukraina është një sebeb për të qeverisur keq në pamundësi për të qeverisur mirë. Nëse lufta në Ukrainë mbaron, të gjitha çështjet e tjera hapen. Popujt europian, të cilëve u thuhet nuk kemi çfarë bëjmë, mos kërkoni më shumë se jemi në luftë, do kërkojnë paga më të larta, pensione më të mira, çmime më të ulta dhe punësim. Përfundimi i luftës në Ukrainë do i rrëzonte me radhë shumicën e qeverive të sotshme europiane. Kjo është arsyeja pse Zelenski u rrëmbye dhe ju mor Donald Trumpit nga zyra si një aktor profesionist për të vazhduar të luajë rolin kryesor në këtë komedi të dhimbshme. Ndryshe nga Zelenski, Hashim Thaçi nuk e pranoi këtë rol. Nëse do ta pranonte, do ishte akoma presidenti i Kosovës, duke shkuar çdo javë në Bruksel aty ku thirren të gjithë ata që nuk duhet të mbarojnë asnjë punë. Sidoqoftë, në fund të kësaj historie me luftë, një gjë është e sigurt, luftë nuk do ketë. Për të paktën 3 arsye: e para se Amerika nuk do, e dyta sepse Rusia nuk mundet dhe e treta sepse Europa është frikacake.